Shikues të nderuar, ju përshëndes, mirë se erdhët në sheshi i dollarit, jemi takuar së bashku si çdo të premte për diskutuar për zhvillimet më të rëndësishme të javës nga ekonomia. Sigurisht, një nga draftet më të rëndësishme të hedhura për konsultim publik ka qenë padyshim ai për projektligji për Bankën e Shqipërisë. Ka disa element të veçantë, në fakt, po në thelb synon për afrimin me standardet e Bashkimit Evropian, parashikohen ndryshime që nuk mbeleten vetëm në nivel institucional, ndërkohë kemi një hedhje të idesë për të kaluar tek emetimi i lekut digital. Është një iniciativë që në fakt po testohet edhe nga ana e Bankës Qendrore Europiane. Ka nisur ajo edhe për zgjedhjen e ofruesve të shërbimeve, por nga ana tjetër do të parashikohet që kjo nismë me Bankës Qendrore Europiane të lançohet në 2029, ndërkohë në draftin ton nuk ka një afat specifik lidhur me lekun digital për këtë nismë inovative. Një pikë tjetër e rëndësishme është edhe krijimi një baze ligjore për adoptimin e monedhës europiane si monedhë zyrtare me futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ka edhe disa ndryshime të tjera në fakt që përmbledh edhe ky draft i ri për Bankën e Shqipërisë. Kjo do të jetë fokusi në pjesën e parë. Në pjesën e dytë do ndalemi edhe tek një tjetër dokument që ka të bëjë edhe me deklarimin, po themi, të ofruesve të shërbimit të platformave digjitale për të bërë kështu një rritje transparencës apo mbledhjen e të ardhurave. Rikthehemi tek tema e parë për të kuptuar më shumë nëse i ka Shqipëria kapacitetet për të kaluar, po themi, nga para fizike tek leku digital, sa është e përshtatur edhe sa ndihmon ky legjislacion për afrimin me standardet e Bashkimit Evropian si një pikë e rëndësishme për fitimet, çfarë do thotë në vetvete legu digital. Do ndikim së pari një insert të shkurtër me pikat kryesore të draftit dhe më pas rikthehemi në studio për të vjuar diskutimin me ekspert të fushës. Shqipëria pritet që të ketë për herë të parë një monedhë digjitale kombëtare. Projekt ligji i ri për Bankën e Shqipërisë parashikon që krahas kartmonedhave dhe monedhave metalike të ketë edhe monedhën digjitale lek që do të emetohet nga Banka e Shqipërisë dhe do të kenë kurs ligjor në të gjithë territorin e vendit. Ndryshimet në draft vijnë si një detyrim i vendit në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian, duke parafruar një sër rregullash, ndërsa edhe Banka Qendrore Europiane po avancon me krijimin e monedhës digjitale euro. Sipas projektligjit të hedhur për konsultim publik, Banka e Shqipërisë do të ketë drejtën ekskluzive për emetimin e monedhës digjitale lek. Institucioni do të përcaktojë prerjet, karakteristika teknike dhe elementet e sigurisë për secilën prej tyre. Projektligji i ri për Bankën e Shqipërisë parashikon edhe mënyrën se si do të funksionojë sistemi monetar i vendit pas antarësimit në Bashkimin Evropian dhe miratimin e euro si monedhë kombëtare. Sipas draftit, nga data kur do të prezantohet zyrtarisht si monedhë e Republikës së Shqipërisë, Banka e Shqipërisë nuk do të hartojë në mënyrë të pavarur politikën monetare, pasi ajo do ta zbatojë atë në përputhje me sistemin evropian të bankave qendrore dhe rregullore të Bashkimit Evropian. Projektligji përcakton gjithashtu se euro do të zëvendësojë lekun si njësia monetare e Shqipërisë dhe banka do të jetë përgjegjëse për hedhjen në qarkullim dhe tërheqjen e kartmonedhave dhe monedhave në përputhje me rregullat e sistemit. Për të garantuar këtë autonomi, projektligji ndalon financimin monetar të sektorit publik. Banka e Shqipërisë do të veprojë si agent fiskal i qeverisë, por i ndalohet që të jap kredi, overdrafte apo forma të tjera financimi për qeverinë apo institucionet shtetërore. Për të përballuar rreziqet, në projektligj kërkohet rritje e konsiderueshme e kapitalit të Bankës Qendrore, i cili aktualisht është në 2.5 miliard lek dhe duhet të shkojë në 6 miliard lek. Mirë, jemi rikthyer në studio, do të lidhem tani me profesor Adrian Civici për të komentuar më shumë ndryshimet që vinë në këtë draft. Profesor, përshëndes, mirë se erdhën në sheshi i dollarit. Përshëndetje, faleminderit. Edhe Banka e Shqipërisë sigurisht do të përshtas tashmë legjislacionin në kuadër të asaj që nevojitet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Si keni parë këto ndryshime kryesore të draftit? Ky është një projekt ligj i pritur në fakt për një kohë relativisht të gjatë, sepse nëse zgabohem i fundit datonte në 1997. Shumë gjëra kanë ndryshuar, kanë evoluar, shumë kërkesa të reja janë shtuar, por ajo që është më e rëndësishme është që këtë radhë ky projekt ligj nënkupton dhe një fazë shumë të rëndësishme ku ndodhet Shqipëria, fazën e integrimit plot në Bashkimin Evropian, sepse nëse zgabojmë kapitulli 17
që janë kapitullet që ne po negociojmë, është një nga kapitullet më të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian, i dedikuar pothuajse tërësisht bankës qendrore, sistemit bankar, sistemit monetar dhe sistemit financiar shqiptar. Kështu që besoj ky drafti edhe për konsultim vjen në momentin e duhur dhe me problematikën dhe me sfidat e duhura që ne duhet përballojmë. E ndihmon edhe Bankën e Shqipërisë si një institucion për të patur, po themi, standardet edhe me bankat e tjera të vendeve të Bashkimit Evropian, sa afër dhe sa larg jemi në këto drejtima? Po, natyrisht ky element ka dy procese të rëndësishme që duhet ndodhin. Së pari, realizimin ose bërjen Shqipërisë pjesë të Bashkimit Evropian, që pritet normalisht në 3-4 vitet e ardhshme që të ndodhi, dhe kjo është hapi më i rëndësishëm pastaj që Shqipëria të integrohet plotësisht në rrjetin e bankave qendrore europiane, në sistemin bankar europian, të bëhet pjesë përfaqësuese në Bankën Qendrore Europiane dhe njëkohësisht të fillojë gjithë procedurat që kanë të bëjnë me përfshirjen e eurozonë dhe futjen e euro si monedhë kombëtare duke zëvendësuar lekun. Meqense jemi te kjo pikë, padyshim ishte një nga lajmet e ditës dje, po themi, me hedhjen në konsultim të draftit, adaptimi dhe përgatitja e bazës ligjore për të bërë euron monedhë zyrtare pas hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Çfarë do thotë realisht për ekonominë, për biznesin? Pra kur të vi kjo ditë normalisht? Jo, pikë së pare duhet të shpjegojmë që ky është një proces i gjatë ose relativisht i gjatë, nuk është se mund ndodhi nesër. Hapi i parë dhe i domosdoshëm që duhet ndodhi është bërja e Shqipërisë vend antar i Bashkimit Evropian deri në instancën e fundit, kur ne jemi me drejtat plota vend i Bashkimit Evropian, i cili edhe jashtë problemit e eurozonës nënkupton një reformë ashtu domosdoshme për sistemin financiar, për sistemin monetar në Shqipëri, në kuadrin e përshtatjes së gjithë legjislacionit që ne kemi me aki komuniter, sidomos ato specifike që lidhen me bankën qendrore, po dhe me gjithë sistemin bankar shqiptar. Pra, kjo është një nga pjesët e rëndësishme për sa i përket reformimit domosdoshëm dhe kushteve që ne duhet plotësojmë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, këtë radhë nga këndvështrimi i kapitullit 17, që është kapitulli që ka të bëjë me këto çështje që tham. Kjo është fazë shumë e rëndësishme sepse e ristrukturon, bën përmirësimet ligjore dhe e vendos gjithë procesin e funksionimit të sistemit bankar shqiptar me në krye Bankën e Shqipërisë, në një njëjtën linjë me rregullat kryesore dhe më domosdoshme funksionale të gjithë sistemit bankar europian. Pra ky është një proces që duhet ndodhi në këtë kontekst. Por, duke parë ligjin edhe për diskutim, natyrisht pjesa më e ndjeshme dhe pjesa më e rëndësishme, që në vetvete është dhe një vendim politik në vetvete, ose një vullnet politik, ka të bëjë me faktin që Shqipëria do vazhdoj të përgatitet për të qenë pjesë e eurozonës, për të adoptuar euron si monedhë në vend të lekut, natyrisht me të gjitha etapat dhe procedurat që mund të diskutojmë tani. Pra është një proces që, me që ju e përmendët, procesi i zëvendësimit lekut me euron, në rastin më të mirë mund ndodhi brenda 5, 6 apo 7 viteve, në rastin pastaj siç ka ndodhur në shumë vende të tjera, mund të ndodhi në harkun kohor të 10-12 viteve. Pra mund të kërkoj 10 deri në 12 vite i gjithë procesi i adaptimit? Po, sepse kjo varet edhe nga aftësia dhe shpejtësia jonë në realizimin e gjithë reformave të kërkuara, por varet nga disa faktorë të tjerë që janë shumë të rëndësishëm. Nëse më lejoni mund t'i përmend, së pari ky proces fillon realisht kur ne të pranohemi si vend antar i Bashkimit Evropian, pra proces që mendohet në rastin më të mirë të ndodhi brenda 2029 ose 2030, nëse s'do ketë pengesa dhe vonesa,
Pastaj është një periudhë që fillon integrimi dhe përfshirja e Shqipërisë në Eurozonë, një periudhë të paktën 2 vjeçare që quhet ajo paradhoma e stabilitetit monetar dhe fillimi i procesit futjes në Eurozonë, që ka të bëjë kryesisht me stabilizimin e kursit këmbimit midis lekut dhe euros, pa lejuar luhatje të mëdha në të dy anët. Dhe në momentin që ky proces mbaron, fillon ajo që quhet pastaj konvergjenca në këtë rast financiare dhe monetare me kriteret e Maastrichtit, që ka disa kërkesa bazë, ku mund të përmendim rastin e deficitit buxhetor që nuk duhet kalojë 3%, nivelin e inflacionit që nuk duhet luhatet më shumë se plus minus 1.5% në raport me mesatarin e vendeve më të avancuara në këtë drejtim në Bashkimin Evropian, ka të bëjë me borxhin publik që nuk duhet kalojë 60% në raport me prodhimin e brendshëm bruto, ka të bëjë me normat e interesit të bondeve thesarit të qeverisë shqiptare, të cilat gjithashtu duhet të jenë me një luhatje të vogël në përputhje me 3 vendet më të avancuara, si thoshte më të dalluara të Bashkimit Evropian në këtë pikë. Dhe në momentin që edhe këto realizohen, pastaj fillon procesi tjetër që ka të bëjë me përfshirjen strukturore të Bankës së Shqipërisë në kuadrin e Bankës Qendrore Evropiane, përfshirjen e guvernatorit Bankës së Shqipërisë në bordin e drejtues guvernatorëve të bankave qendrore pranë Bankës Qendrore Evropiane, veprimet që kanë të bëjnë me rezervën valutore, me kontributin e Shqipërisë në kapitalin e Bankës Qendrore Evropiane, dhe pastaj fillimin e emetimit të disa monedhave euro prerit vogla, kryesisht 1 dhe 2 euro, të cilat mund përmbajnë në një faqe të tyre dhe një simbol shqiptar. Dhe pastaj vjen periudha e fundit që ka të bëjë me fillimin e përdorimit vetëm të euro si monedhë kombëtare, një periudhë ndërmjet se nga disa javore në disa mujore ku të dy monedhat qarkullojnë normalisht, derisa në një moment, siç kanë vepruar dhe gjithë vendet e tjera që kanë kaluar këtë proces, përdoret vetëm euro si monedhë kombëtare. Do të jetë një efekt psikologjik që mund të ndikohet në mas, apo do të jetë gradual, po themi, dhe si do të jetë transformimi i bie tërësisht i sistemit financiar shqiptar? Unë nuk besoj që do ketë në një traumë, si thuash, financiare ose monetare, po të referohemi dhe eksperiencës i vendeve tjera që ky proces ishte relativisht nga ana sociale dhe psikologjike jo aq i lehtë, sepse neve praktikisht jemi një vend me 2 monedha. Ne përdorim dhe euron dhe lekun pothuajse në sasi të barabarta në transaksione, në depozita, në kursime apo në shumë lloje shpenzimesh. Pra, nga kjo pikpamje nuk besoj se do ketë as në një vështirësi që njerëzit të përshtaten me monedhën e re, as dhe në një lloj nostalgjie, do thoya, që shpeshherë për shumë vende të tjera është bërë frenuese në momente para të përdorimit e euros kur janë pranuar në Eurozonë. Problemi jonë më i madh në këtë rast ka të bëjë me cilësinë e reformave që ne duhet të bëjmë, sepse futja në Eurozonë dhe përfshirja e euro si monedhë kombëtare nuk kupton dhe një proces që quhet procesi i konvergjencës financiare dhe i konvergjencës monetare. Pra, në thelb ajo që do përcaktoj ndikimet e euros nëse do jenë fillimisht dhe gjithmonë pozitive, apo do ngrenë shumë probleme që kanë bëjnë me çmimet dhe do prekin kategoritë ndryshme sociale ose bizneset, ka të bëjë me faktin se si do jetë ekonomia shqiptare, performanca e saj, produktiviteti i saj, struktura e saj, në raport me atë që konsiderohet si mesatare europiane në këtë rast, në momentin kur ne përfshihemi plotësisht në euro. Historia ka treguar që ato vende që kanë hyrë relativisht të dobta në raport me këto struktura dhe me këto element që ne përmendëm, fazën e parë të përdorimit të euro si monedhë kombëtare kanë kaluar shpeshherë edhe me kriza dhe me trauma, duke filluar që nga rasti i Irlandës, Portugalia, në pak kohë Italia, Greqia, pra ato vende që ekonomia të cilave linte për të
dëshiruar në raport me mesataren europiane, kryesisht me ato vendet lider siç është Gjermania dhe edhe Franca. Kjo ka bërë gjithashtu që edhe vendet tjera si Polonia ose në një vend tjetër e kanë shtyrë këtë proces në kohë derisa të plotësojnë plotësisht këto standarde që përmendëm, që kalimi në euro të bëhet në mënyrë sa më organike pa sjellë këto trauma. Sigurisht ne do të ndjekim në vijim, mbetet ende kohë deri nëse përmbushet objektivi siç është shprehur edhe vetë Bashkimi Evropian në 2030-ën, po duat ndalem te një nga elementet e tjerë të draftit, leku digjital. Është një iniciativë që Banka Qendrore Evropiane po e teston prej disa vitesh, e ka hedhur tashmë idenë, ndoshta më shumë një lëvizje gjeopolitike e Bashkimit Evropian për të shkëputur, po themi, ose një lloj strategjie për të shkëputur nga sistemet e pagesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë kemi një hedhje të idesë për të patur një lek digjital nga ana e Bankës së Shqipërisë. Sigurisht nuk ka detaje për këtë. Çfarë do të jetë në vetvete leku digjital? Duhet qartësojmë dy elementë. Së pari, leku digjital ose moneda digjitale duhet kemi parasysh që nuk është vetëm iniciative e Bankës Qendrore Evropiane, sepse edhe Federal Rezerva në Shtetet e Bashkuara po punon për dollarin digjital, edhe Kina ka bërë juanin digjital, edhe shumë vende të tjera kanë kaluar në monedën e tyre në version digjital. Pra, kjo është një tendencë e përgjithshme që lidhet me gjithë modernizimin Po mora dhe Banka lehtësimin. Qendrore Europiane më shumë si referencë pasi kishte zgjedhur dhe ofruesit, po themi të shërbimeve. Dakor, po domethënë ky është qartësimi i parë që duhet kemi parasysh. Së dyti, duhet të kemi parasysh atë ngatresën e madhe që ndodh shpesh, që leku digjital nuk është i barabartë ose i njëjtë me monedha digjitale siç janë kriptovalutat sot, kriptomonedat, pra nga Bitcoini, nga Ethereum ose moneda tjera. Thjesht është një version digjital i lekut fizik, si thua, që ne kemi sot, i një lloj leku që mund të përdoret si monedë digjitale, por është në kursin e këmbimit dhe në stabilitetin e tij është 100% i kontrolluar dhe i garantuar nga Banka e Shqipërisë. Pra, është një instrument që lehtëson shumë gjithë llojet e pagesave. Shpesh herë nëse do të bëjmë sistemin e dur, mund të bëhet direkt nga telefoni pa pasur nevojë dhe për internet ose për sisteme të tjera, pra ndihmon dhe shumë kategori sociale dhe njerëz që të bëjnë pagesa duke përdorur lekun digjital. Natyrisht ka një limit, sepse Banka Qendrore ka të pamundur që për sa milion shqiptarë që jemi ne të kenë gjithë një llogari bankare pa fund të llogaritur në lek digjital, por mendoj që do vihet një kufi, siç ka ndodhur në disa raste të tjera, në vende të tjera, dhe pastaj kur gjithkush që ka një portofol digjital në lek përtej këtij kufirit, gjithë procesi si administrim dhe si veprim kalon në bankat e nivelit 2 ose bankat tregtare që kemi sot për të vazhduar aktivitetin. Pra, është një mënyrë e re e domosdoshme pagesash, lëvizje vlerash, që përputhet me gjithë zhvillimet monetare, financiare, teknologjike që po ndodhin. Dhe natyrisht edhe Banka e Shqipërisë nuk mund të ri jashtë këtij procesi për të krijuar një lehtësi akoma dhe më të madhe në gjithë sistemin e pagesave, në sigurinë dhe garancinë e tij. Natyrisht nuk është diçka që bëhet në mënyrë të thjeshtë, sepse kërkon një sistem të tërë për të ngritur, kërkon një sistem ligjor, një mbrojtje në dur kibernetike nga ndërhyrjet ose nga mashtrimet, dhe njëkohësisht një sistem më të plot, sepse nuk është më vetëm çështje e Bankës së Shqipërisë, po kthehet në një çështje të gjithë sistemit bankar, përfshir këtu edhe sistemin bankar digjital, fintech-un apo elemente të tjerë që domosdoshmërisht bëhen shpejt pjesë e këtij procesi. A mund të jetë i gatshëm sistemi financiar për ta patur një monedhë të tillë, po themi, digjitale? Në pamje të parë, në një gjykim përgjithshëm mund të duket sikur sistemi bankar, pra ato që janë bankat e nivelit 2, mund të kenë një lloj hezitimi ose një lloj kundërshtimi. Por në fakt nuk mendoj që kjo është
e vërtet, sepse sistemi bankar së pari, ky është një detyrim ligjor i vendosur nga Banka e Shqipërisë edhe duhet zbatuar. Së dyti dhe vetë bankat janë të interesuara që të përfshihen sa më shumë në këtë sistem në transaksionet e tij, sepse ky ju krijon edhe mundësi që të administrojnë një masë të madhe monetare, këtë radhë të shprehur në lekun digjital, por edhe të kursejnë, si thua, ose të eliminojnë disa shpenzime dhe vështirësi që kanë sot në raport me ATM-t ose me përdorimin e postave apo shumë tarifave dhe gjërave tjera. Pra, mendoj që bankat tashmë kanë menduar se si do t'i përgjigjen këtij momenti të ri dhe kanë filluar që të adoptojnë dhe ato sisteme dhe mekanizmat e tyre që të përfshihen natyrshëm në këtë proces. Iniciativa të tilla, sa kohë mund të marrin që të bëhen funksionale, po themi? Legu digjital natyrisht si ide është shumë e mirë, si perspektivë natyrisht që është e mirë, por përgatitja dhe ngritja e gjithë sistemit operues veprues të tij, mendoj që do kërkoj pak kohë për të bërë përmirësimet jo vetëm ligjore, po mbi të gjitha dhe përmirësimet që kanë të bëjnë me teknologjinë që e bën të mundur funksionimin e këtij sistemi, dhe nga ana tjetër dhe një lloj përgatitje më e madhe e gjithë popullsisë shqiptare, e gjithëve ne që të kuptojmë, të veprojmë dhe të përfshihemi në këtë sistem. Pra, është diçka që do kërkojë kohën e vet, por më shumë se sa çështje kohe, është çështje e koncepteve të qarta, e reformave që duhen ndërmarrë, e gjithë përmirësimeve ligjore, teknike, teknologjike, administrative të sistemit, që jo vetëm të bëhet funksional, por të jetë edhe eficient në momentin kur do lançohet dhe do përdoret. Dhe sigurisht mendoj që do të ketë nevojë për investime të shtuara në aspektin e sigurisë kibernetike, është kthyer një nga sfidat kryesore të kohëve moderne. Po, natyrisht kjo është dhe sfida më e madhe, të paktën siç po tregon dhe eksperienca e shumë vendeve tjera. Ju e përmendët në fillim, nëse për eurozonën, për Bashkimin Evropian apo për Shtetet e Bashkuara apo për Kinën, kjo ka dhe një lloj vizioni dhe diskutimi nga pikpamja e rëndësisë strategjike dhe gjeopolitike, por përtej saj, më shumë se kaq, është një mënyrë shumë praktike për të zbatuar ato parimet që ne kemi kohë dhe ato strategjinë që kemi, që nga strategjia Shqipëria Cashless 2030, pra shtimi pagesave në mënyrë digjitale elektronike, eliminimi i shumë elementeve që kanë të bëjnë me infrastrukturën e dobët që ne kemi sot, eliminimi i paras në qarkullimet po themi informale, që është shqetësim dhe shumë element tjerë. Pra, unë do të shikoja si një etapë e re, shumë e rëndësishme në gjithë këtë kornizë të madhe problemesh dhe problematike që ne kemi. Mund ndikonte dhe si mund të ndikonte në shërbimet apo në transfertat, po themi në kostot e transfertave, pra me emetimin e këtij lekut digjital? Leku digjital duhet kuptuar nuk ka një emetim fizik, siç ka leku që kemi ne sot. Është një emetim digjital, pra ekziston vetëm si emetim digjital në prerjet që do gjykohet e arsyeshme, sepse akoma nuk e kemi shumë qartë nëse do jenë të njëjtat prerje siç kemi lekun tani fizik, apo do jenë prerje të një natyre tjetër të lekut digjital. Natyrisht lehtësia më e madhe vjen për faktin sepse mund të mbash një sasi parash si portofol digjital, natyrisht në limitin që do vendosi Banka e Shqipërisë, por lehtësimi i kryerjes pagesave, sidomos në zonat më periferike, në zonat me vështirësi interneti, në zonat ku sistemi bankar dhe gjithë prezenca e tij për çdo lloj pagese është akoma e kufizuar ose kushtëzuar nga gjithë këto faktorë, pagesat që bëhen me lekun digjital mund të bëhen direkt nga celulari, pa pas nevojë fare për gjithë këtë sistem ndërmjetës. Pra është një plus që duhet ta theksoj, megjithëse e përmenda pak më parë, leku digjital është 100%
në vlerën e tij, i sigurt dhe i garantuar nga Banka e Shqipërisë. Ndryshe nga ngatresa që bëjnë me kriptomonedhat si Bitcoini, Ethereum ose në kriptomonedhat tjetër, që janë moneda digjitale të lira me kurs këmbimi të ndryshueshëm dhe me gjithë llojet e riskeve që ato reflektojnë her pas here. Pra, në këtë rast leku digital shfrytëzon teknologjinë, shfrytëzon konceptin digital, por është një monedhë, jo monedhë fizike, jo monedhë thjesht si elektronike si thua, por një monedhë digjitale e garantuar në kursin e saj 100% edhe në sasinë e depozitave që ti mund kesh nga Banka e Shqipërisë. Profesor, edhe një koment të fundit. Sigurisht zhvillimet e hofshme teknologji kanë përafruar disa procese më shpejt në kohë, po themi. Banka e Shqipërisë, po dhe qeveria nga ana tjetër kanë marrë her pas here masa që tentojnë të reduktojnë paran fizike, po themi, në ekonomi. Me emetimin e një leku digital, ka gjasa që të shkojmë në një ekonomi tërësisht digjitale, po themi, pa para fizike, duke marrë në konsiderat kontekstin e Shqipërisë gjithmonë. Po, koncepti leku digital është një element më shumë në strategjinë tonë Albania Cashless 2030. Po nuk në kupton faktin që pikërisht leku digital do jetë, si thosh ajo qershia mbitor që do bëjë që gjithë ekonomia të kalojë në versionin digital. Janë shumë masa dhe elementë të tjerë që kanë bëjnë me zvoglimin e përdorimit paras cash dhe kalimi gjithnjë më tepër në paranë elektronike tani edhe me lekun digital. Lehtësimi më i madh vjen në sistemin e pagesave dhe në luftimin e informalitetit. Këto janë dy elementet kryesor, pra gjithçka bëhet shumë më transparente, edhe shumë më kontrollueshme dhe e verifikueshme si lëvizje monetare, por në vetvete edhe strategjia e ekonomisë pa para në dorë, si thua, pa para fizike, edhe ajo kërkon vite që të realizohet në masën 100%, aq më tepër që eksperienca e shumë vendeve tregon që edhe vendet më të përparuara në këtë drejtim në botë, siç mund të jetë Suedia, Norvegjia apo vende të tjera, kanë kaluar deri në nivelin 90-92% në sistemin cashless, pra pa para në dorë, por akoma nuk mendohet që do vijë një moment shumë të paktën periudha afat shkurtër ose afat mesme që paraja fizike të zhduket tërësisht. Mirë, do të kemi mundësi që ta ndjekim edhe këtë draft edhe për konsultim gjatë diskutimeve që do të ketë edhe në kuvend të Komisionit Parlamentare. Profesor Civicit, falenderoj shumë që ishe sot me mua në Sheshi Dollar. Faleminderit dhe juve, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Mirë, shkëputemi pak çaste dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Sheshi Dollarit, ashtu siç e kemi bërë me dije dhe gjatë ditës së djeshme. Në fakt, ka një dokument ku Ministria e Financave tashmë ka bërë një projekt ligj të caktuar ku platforma digjitale si ato të qiradhënies apo shërbimeve të tjera online do duhet operatorët e tyre që të bëjnë raportime vjetore pranë tatimeve. Ka qenë një iniciativë diskutuar më herët edhe nga kryeministri Edi Rama si një formë, por themi, për të patur edhe një lloj formalizimi të sektorit të turizmit, por jo vetëm. Kemi një ligj për turizmin të miratuar një ditë më parë në kuvend, veçanërisht vë theksin tek standardizimi dhe vendosja e yjeve sipas strukturave akomoduese. I diskutoj këtë çështje me zotin Feriolt Ozuni, ekspert për ekonominë dhe turizmin. Mirë se erdhën Sheshi Dollar. Përshëndetje. Airbnb, Booking apo platformat të tjera të qiradhënies, shërbimet të tjera kanë qenë gjithmonë të diskutuar, si një formë që ndoshta mund të përdorej për të shmangur dhe detyrimeve tatymore. Rrjedhimisht kishim më pak të ardhura në tatime në buxhet dhe ndërkohë gjendet një formë pra për të bërë një lloj shkëmbimi të informacionit, një raportim vjetor. Si e shikon nismën? Nisma është e vonuar praktikisht, sepse ne kemi diskutuar, në mos gaboj, për të parë diku rreth 3 vite më përpara, pikërisht kur u diskutua për të parë nga qeveria. Ne në sektor kemi vite që diskutojmë dhe shpeshherë është menduar si një gjë pozitive fakti që nuk ka pasur një shkëmbim informacioni, sepse shumë nga ata aktorë që operonin në tregun respektiv nuk deklaronin dhe nuk paguanin të ardha dhe presupozohej që të gjitha ato para i fusin në xhep.
pa u tatuar. Ajo çka bie në sy tani më është fakti që institucionet shtetërore kanë filluar që ta marrin më seriozisht këtë punë. Ndoshta jemi ndër vendet e fundit të Europës që e tentojmë formalizimin e këtij sektori dhe kjo jo vetëm për faktin që e kemi lënë pas dore, por ka qenë dhe vazhdon të jetë një sektor shumë i vështirë. Pra, problematika me anë të ligjit nuk do të zgjidhet prap 100%. Pra, vazhdon të por duke detyruar operatorët, pra jo shitësit e këtyre shërbimeve, po themi? Epiqendra në këtë rast është fakti që ne kemi mësuar nga gabimet që kanë bërë të tjerë ndër vite. Pra është ndër pak të raste ku ne kemi mësojmë nga gabimet e tjerëve dhe nuk i kemi marrë etapat e gabuara që në fillim, po kemi vajtur fiks aty ku është gjetur zgjidhja me proporcionin më të lartë të fiskalizimit apo të formalizimit të gjës. Pra, tashmë nuk ja faturojmë detyrimin atyre që kanë këto aktivitete, po ja faturojmë atyre që i shfaqin këto aktivitete, duke qenë se ato platforma, ato sisteme, ato kompani në vetvete, përbëjnë ndoshta mbi 90% të gjithë këtij tregu. Dhe automatikisht duke detyruar atë që ofron shërbimin, pra online, bëjmë dhe një detyrim edhe të atyre që i kanë këto aktivitete. Pra platforma si Booking apo Airbnb dhe shumë platforma të tjera, tashmë në bazë të ligjit shqiptar, nëse duan që të operojnë në vendin ton, duhet të detyrojnë të gjithë ata që vendosin aktivitetet e tyre komerciale, pra këto shtëpi, apartamente apo dhe hotele të vogla në këto platforma, të vendosin edhe numrin e NIPT-it aty brenda. Pra automatikisht nëse nuk ka numrin e NIPT-it, aktiviteti nuk do të jetë aktiv online dhe në këtë mënyrë. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme nga ana e tatimeve, do bëhet plotësimi i deklaratës të ardhurave, qartë tash është ai kategoria që duhet plotësuar. Pikërisht, ne kemi pasur dhe vazhdojmë ta kemi problemin që jemi një shtet tepër i vogël për të pasur fuqi vendimarrje me forcë ndaj këtyre platformave. Pra, flasim platforma të cilat bëjnë disa miliarda euro xhiro në vit. Pra, disa për tyre kalojnë edhe buxhetin e vendit tonë. Dhe në këtë lloj konteksti, ata mund edhe fare mirë, nëse do të ishte provuar me forcë, fare mirë më thoshin, "Ok, nuk më intereson Shqipëria" dhe mbaroi. Por humbja do të ishte shumë e madhe e Shqipërisë se sa fitimi që do të kishte qeveria. Në këtë lloj forme me bashkëpunim tani më i ngarkohet këtyre platformave që të bëjnë këtë lloj verifikimi dhe regjistrimi që më pas kalon edhe në aspektin tatimor. Është një hap i mirë për formalizim, është një hap i mirë edhe jo vetëm formalizimin financiar dhe fiskal, por dhe atë statistikor, sepse ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi i vetmi vend. Po, shumë e diskutueshme dhe duke marrë në konsiderat pra ky draft akoma nuk ka hyrë në fuqi. Shifrat e turizmit, qoftë në të ardhura, do ishin më të larta nëse do kishim një lloj formalizimi tërësisht të këtij tregu? Po patjetër, jo vetëm, shiko, ne jemi vetëm vend që unë njoh që e ka turizmin një industri të rëndësishme, i cili në raport me numrin e turistëve, ne në rezulton që turistët nuk qëndrojnë asnjë natë qëndrimi në Shqipëri. Kjo për vetë faktin sepse një pjesë e tyre që përdorin që është një pjesë goxha e rëndësishme, ndoshta në sezon mund të arrijë dhe mbi 30% e gjithë fluksit të turistëve që të akomodohen në këto lloj njësi akomoduese duke përdorur këto platforma. Dhe duke mos u raportuar, ne në rezulton që turistët flenë në rrugë, flenë makinë, pra gjithandej përveç se në për këto njësi akomoduese. Automatikisht pasaj, kjo është një vepritari e cila nuk zgjidhet vetëm me një NIP të vendosur, zgjidhet edhe me raportimet pastaj që do të bëhen në tatime, por duke pasur institucionet mundësinë që të marrin informacion nga këto platforma mbi bazë NIP-tesh, pra numrash regjistrimi, atëherë është më kollaj që ti kërkosh llogari individëve. Do të na dalin dhe shifrat goxha më ndryshe. Unë kam thënë shpeshherë, pothuajse në të gjitha intervistat kur unë ka rënë fjala për këtë punë që shifrat reale, si ato ekonomike, si ato të numrave të netëve të qëndrimit apo dhe të turistëve, janë goxha ndryshe nga ato që raportohen nga Instati, sepse në fund fare përtej metodologjisë që Instati përdor, që është e vjetëruar edhe ka nevojë, kemi dhe problemin tjetër që nuk e ndihmon fare Instatin me shifrat, pra problemi i mungesës së deklarimit apo i deklarimit të deformuar, ti themi për qenë diplomat. Pra,
kemi 100 dhoma të dhëna, apo 100 net të dhëna, dhe raportojmë apo deklarojmë 20 apo 30 për i tyre. Pra, duke pasur mungesën e informacionit, drejtoria e tatimeve... Jo vetëm bilanci që nuk është, themi, i pasuruar... Bilanci është po në dorë të po edhe politika që nërmere në këtë kuadrë, ndoshta janë më... Janë shumë faktorë në mes. Shumë faktorë në mes. Me qënë se jemi te sektori i turizmit, si e ke parë curin e këtij sezoni turistik? Atere, për te statistikave, pra si që thamë, nga perceptimi i tregut, unë them se duhet të jemi diku paka shumë në të njëjtat cifra që ishin vitin e kaluar, me një rritje të lehtë, pra jo rritja që vazhdon të tregoj faktin që në Shqipëria vazhdon të jetë atraktive. Përsa i përket numrave, përsa i përket aspektit financiar, normalisht ne si vjet do të jemi më lartë se sa viti i kaluar, pra të ardhurat në ekonomi nga industria e turizmit do të jenë më të mëdha se sa viti i kaluar, për disa faktor, mes atyre që janë më të rëndësishëm është fakti që kemi rritje të çmimeve, dhe jo rritje, normalisht që ka dhe nga ato abuzime, pra këto do të ekzistojnë gjithmonë, por kemi një rritje që vjen graduale, se rezultati inflacionit, se rezultati rritjes së çmimeve të përgjithshme, se rezultati kursit të këmbimit. Për shkak të konfliktit në linjën e mesme që është reflektuar efektin. Janë shumë gjëra, sepse ne na duket që lufta bëhet atje me ata ç'pun ka me ne, po ajo ndikon një sër gjërash mes të cilave transportin në mënyrë të drejtë për drejtë. Transporti është një nga pjesët më të rëndësishme të paketës turistike, kështu që automatikisht do të kemi një rritje. Ajo çka vere është të paktën me aq kontakte sa kam pasur me turistët e huaj, ndoshta kemi dhe një rritje sadopak të cilësisë të turistëve. Pra, thua cilësi të turistëve nga cilat tregje? Jo pa tjetër diferencim tregjesh, po diferencim kategorish sociale dhe kategorish me të ardhura ekonomike të ndryshme nga vitet e kaluar. Për shembull, tregjet vazhdojnë të mbeten ato që kanë qenë. Pra, vazhdon Europa lindore, si vjet kemi një shtim, do thosha ndoshta me të paktën 50 apo 60% të paktën të numrit të turistëve deri tani nga vende si Rumania, të cilët kanë filluar dhe me chartera risi, pra fluturime nga Rumania, 2 fluturime në javë në mos gabojnë në momentin që flasim, dhe kemi një shtim të fluksit të turistëve nga tregjet të largëta. Kina vazhdon e rrit numrin. Ndoshta jo me pushime verore si që jemi mësuar me grupet e tjera, po me turistë të cilët bëjnë itinerare, ture të ndryshme, të cilët kalojnë të paktën një natë, por si vjet të paktën duke filluar nga marsi, kam parë që kalojnë edhe 2 net. Kemi hyrje të tregjeve të reja, sa do numra të vegjël që janë, po bëjnë buj në vendet e tyre. Pra, për herë të parë, si vjet, kemi grupe që shkelin Shqipërinë si pjesë e itinerarëve ballkanike që vinë nga Meksika, që vinë nga Amerika Latine, po Meksika me epicëndër kryesore. Vazhdojmë numrat në rritje të lindjes mesme. Për te i konflikteve që janë në zonën respektive, ato numra vazhdojnë. Pa dashur të ndërpres linje logjike, ka ndihmuar kjo edhe në heqjen e vizave me këto vende, sepse gati çdo verë kemi një heqje të vizave për shtete caktuara, po them. Jenta, ajo është faktori kryesor, sepse në qoftë se ti i ve dhe një pengesë më shumë, për te largësisë distancës gjeografike, ajo pengesë më shumë burokratike e bën më të bezdishme për agjenci turistike që duan ta promovojnë dhe ta shesin Shqipërinë. Pra, Shqipëria tani më është një vend i cili edhe në aspektin institucional shtetëror burokratik e ka marrë epicëndrën, e ka marrë industrinë e turizmit si epicëndër të ekonomisë së vet, duke lehtësuar këto gjëra. Për shembull, kemi rastin e Indisë, kemi rastin e Marokut, kemi rastin Kina që bën, domethënë, deri në 2021-22 me Kinën ne kishim heqje vizash vetëm në sezon. Tani më i kemi të liberalizuar afare gjatë gjithë kohës. Dhe kjo e bën që të mos synohet patjetër sezoni kur çmimet janë të larta, po të ketë atraktivitet për atë që ne kërkojmë, turizmin gjithëvjetor. Gjithëvjetor. Duhet një strategji më e qartë, ne vendosim gjithmonë turizmin së bashku me ndërtimin si 2 nga motorët e ekonomisë, po jo gjithmonë industria turistike ka një
të garanton qëndrueshmëri, që lidhet kjo dhe me kushtet e motit, me situatat caktuar si lindja e mesme, me çmime, apo edhe faktor të tjerë të jashtëm. Ne kemi një strategji të hedhur për konsultim, të diskutuar, të ndërmarr, po është momenti për të marrë masa në plan më afat shkurtër për sektorin? Ne nuk na kanë munguar letrat asnjëherë. Gjithmonë ato i kemi pasur dhe shpesh i kemi pasur më mirë se çdo vend tjetër i rajonit. Problemi që ne kemi pasur ka qenë vënia në zbatim e atyre që shkruheshin nëpër letra dhe caktimi i njerëzve të duhur në pozicionet të duhura që mund të vinin në kontroll apo në zhvillim këto strategji. Fatmirësisht gjërat kanë filluar sadopak të ndryshojnë, por jemi vonë. Pra, ne sot jemi me këto numra turistësh jo për shkak të strategjive, për shkak të influencës që ka pasur teknologjia e informacionit në turizëm. Pra që do të thotë rrjetet sociale, globalizimi, vazhdoi, ndoshta u saturuan tregjet që ishin në rajon dhe Shqipëria kishte ngelur ai diamanti i fundit brenda këtij rajoni për të eksploruar dhe në këtë lloj kontekstin e patëm një vrull. Ajo çka bën përshtypje është fakti që ne jemi shumë të ngurtë shpeshherë për të shfrytzuar këto momente. Dhe kjo ngurtësi vjen gjithmonë si rezultat edhe i mosditjes apo mosmarrjes së përgjegjësive nga drejtues të caktuar të institucioneve të caktuara. Dhe kjo nuk vlen vetëm për vendin tonë, shpeshherë domethënë janë gabime apo problematika që lidhen strikt me burokracinë dhe me politikën, sepse e dim shumë mirë që ministrat zgjidhen jo për aftësitë e tyre për drejtuar një institucion përkatës, por zgjidhen sepse është vendosje politike atje. Për herë të parë tani, pas 30 e kusur vjetësh, në Ministrinë e Linjës që ka turizmin, vendoset një person që e njeh turizmin. Dhe tash unë nuk duhet ta lidh patjetër me personin, faktin që kemi këto zhvillime. Por koincidenca është kjo. Ndoshta erdhi koha, ndoshta u ezauruan gjithë politikat që duheshin vendosur njerëz. Por duhen njohës të mirë të fushës. Por kemi filluar që të ndryshojmë sadopak dhe ajo që ju thatë është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet shohim. Pra, vendosja e strategjive dhe politikave të zhvillimit jo pas 50 vjetësh më, por që të ndërhyjmë në kohë të shkurtër, në afat shkurtër dhe afat mesëm. Është e vështirë kjo gjë sepse shpeshherë kërkon ka kostet më dha financiare për të bërë këtë gjëra. Por nëse duam realisht që ta vendosim turizmin në piedestalin e kategorive që sjellin të ardhurat dhe që do e mbajnë Shqipërinë për një periudhë të gjatë, atëherë duhet të reagojmë në kohë rekord. Por ka dhe shumë gjëra pastaj që nuk varen patjetër dhe në dorë të institucioneve shtetërore. Pra, për shembull, ne kemi ligjin e zonave malore, e rikthimit të banorëve. Paketën e maleve. Paketa e maleve e quajtur. Është në letër është fantastike. Problemi është hajde mbushim mendin atyre që kanë ikur nga zonat malore që të rikthehen atje. Dhe këto janë gjëra pastaj sado shpejt të duhet të reagosh ti, kërkojnë infrastrukturë e cila do kohën e vet, kërkon një vëmendje në situatat sociale të zonave respektive që dhe kjo do kohën e vet. Pra janë shumë aspekte që ndërthuren me njëra tjetrën. Në fund fare është kollaj që t'i bijem një institucioni apo një qeverie problematikat që ne ndodhemi sot në këtë pikë ku jemi janë si rezultati qeverive të 36 viteve dhe të një problematike sociale që ne, shqiptarët, duam të jemi gjithmonë të parët, më të mirët dhe të fitojmë apo të kthejmë investimin ton sot për nesër. Gjë që në turizëm kjo gjë nuk funksionon pikërisht. Meqense preke paketën e maleve, shikon si një formë që pavarësisht skepticizmit apo diskutimeve të mëdha që mund të hidhen që mund të kthehet vëmendja atje? Unë them se është një strategji apo një politikë në të cilën duhet të orientohet shumë më fort qeveria. Sepse tashme dim gjithë që deti pushimet verore shiten vetë, nuk ka më nevojë për qeverinë. Pra mjafton që të mos i cënosh, pra të mos hapen punime, si vjetë për të parë nuk kemi rrugë të çara në mes të sezonit në zona bregdetare, jemi në harmoni perfekte si vjetë, për këtë nuk mund të ankohet më njëri, por po e lam pushimet verore, pra sezonin veror që të shitet
të ecim vetë me këmbët e veta dhe thjesht ta mbajmë në kontroll që të mos kemi problematika, duhet të orientohemi pikërisht tek turizmi gjithvjetor, që një nga aspektet më të rëndësishme dhe ndoshta më kryesore është paketa e maleve. Dhe duke orientuar tek paketa e maleve, automatikisht Shqipëria, qeveria, duhet të investojë pak më shumë financiarisht atje që të mund të t'ja dalin ban në një plan afatmesëm. Një koment të fundit për ligjin e turizmit i miratuar një ditë më parë në parlament për standardizimin, vendosjen e yjeve, pra sipas standardit, jo sipas pronarit. Sa e rëndësishme është? Është ekstremisht e rëndësishme, sepse po të shohim çejnet kryesore, hotelet me emër në Shqipëri, asnjëra nuk ka yje, sepse nuk mund të kategorizohen. Ata ka një politikë që nuk mund të kategorizohen sipas qefit të tyre dhe ka lënë më mirë pa yje fare dhe ecin me emrin, pra i shet emrin, se sa të krahasojnë me një hotel, për shembull një pesye dhe një pesye sipas pronarit, ti vesh ballë për ballë me njëri tjetrin. Është e vonuar, por është një rrugë, jemi në rrugën e dur dhe për atë gjë që do kërkoj dhe ajo pak kohë derisa të standardizohet ashtu siç duhet. Do t'i ndjekim dhe në vijim. Feriol, falenderoj shumë që ishe me mua në Sheshi Dollarit. Faleminderit ju për ftesën. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të Sheshi Dollarit edhe për sonte. Ju falenderoj shumë që na ndoqët, bashkë ndahemi.